ndaj kodit zgjedhor, as mish as peshk, thuhet nga një herë dhe ndonjë gjë tjetër për ta treguar. Përbuzje ndaj kodit zgjedhor që në fakt e bën bashkë me vullnet të plot. Është tjetër histori. Jo, është e njëjta histori. A janë këto palë të cilët ranë dakord dhe u akorduan plotësisht për kodin zgjedhor, ndërkohë që nuk bën atë që duhej, por vetëm rekomandimet e domosdoshme. Ato që ishin detyra shtëpie me alarm. A ka qenë rregull apo përjashtim, po sa herë që janë bërë bashkë nxitim me ngut, të dyja palët më të mëdha zakonisht kanë nxjerrë një produkt të lig, i cili i ka dëmtuar të dyja, o ka dëmtuar herë njërën herë tjetrën, por në të gjitha rastet nuk i ka shërbyer publikut. I lig mund t'jetë për shqiptarët, po thoni ju, po mund t'jetë produkti që ata kanë dashur. Sepse parlamenti i nesërm, si do që të vi, prap nuk do të reflektoj vullnetin e shqiptarëve. Dhe kjo është e para. E dyta, është ai mallkimi që unë ju kam paralajmëruar që do të bëhet për një tjetër e marrëveshje që bën ata për të ftuar diasporën për të votuar në Shqipëri. Ka nisur të marrë jetë mallkimi, po më thoni? Pse nuk e keni ndjekur, sidomos këto 10 ditët e fundit që po e shënjojnë me gisht. Ju e dini që ne jo vetëm ndjekim, monitorojmë dhe raportojmë gjithçka, po a janë sporadike apo është fenomen shqetësimi që vjen për votën e diasporës? Ishte pyetje retorike sepse në këtë groteskun tonë shqiptar edhe një gjigant si DHL-ja, pavarësisht se çfarë roli mund të ketë në këtë histori, po shënjohet tani me një mendje lehtësi dhe megalomani tipike ballkanase si fajtore, si ndërhyrëse në zgjedhjet e Shqipërisë. Gjë që ju e kishit paralajmëruar në fakt pavarësisht se kush do të ishte arbitri. Muaj të tërhershëm, dhe kjo do të jetë një nga alibit kryesore të atij që humb, përveç asaj të zakonshme që mu vodhen, u blen ndikimi i faktorëve të tjerë jo elektoral, duke harruar diçka. Mi vodhen thanë edhe socialistët në 2009, sidomos. I vodhen, i grabitën, blen votën, i vodhen kanë thënë demokratët në 2017 dhe 2021. Dhe ne duke u mësuar me të ligën, duke u mësuar me këtë lloj retorike, harrojmë diçka të thjeshtë. Por e kaq dele jemi ne shqiptarët, sa këta na konsiderojnë si një mall, si një gjë e gjallë në pazarin e dikurshëm, anës rrugës me plur që i jepemi prursit më të parë. A jemi ne kaq dele apo na kanë trajtuar dhe tashmë na kanë nënshtruar si kopë të tilla? Na trajtojnë dhe mbi të gjitha shpesh heshtjen. Mos përfaqësimin ton. Herë edhe në nështrimin ton. Herë edhe nervin disi të fashitur, na i përdorin sërish si alibi. Detyrën e përditshme, qeramarrjen e pushtetit, na i shesin si një nder të madh që po na bëjnë, shpenzimin e parave tona të përbashkëta, na i shfaqin si një shpikje të madhe, na rrëfejnë si sukseset të tyre atë çka e ka bërë gjaku dhe djersat dhe sakrifica e qytetarit shqiptar, dhe thjesht, si që u thash edhe në fillim, si dy kalorës mesjetar ndeshen me njëri tjetrin, gjojë në emër të ushtrive të tyre. E reja në këtë rast është, dhe po ju a ripërsëris edhe njëherë, ka qenë sërish një paralajmërim në studion tuaj, është që përveç kësaj ndeshje, kësaj sfide ballë për ballë, brenda për brenda kampeve, betejë është edhe më e egër, shpesh e dukshme, shpesh e padukshme, me shumë inat, me shumë urrëtie, mes dy skajve të asaj thënie së vërtet, të vjetër, që thotë Zot më ruaj nga miku se nga armiku ruhen vetë. Armiku i brendshëm në këtë rast, por do të jetë pa evitueshme për ta diskutuar pas pak, po të marr fillimisht për shtypjen e parë zotit Lazaj. Si po e mbyll koalicioni opozitar fushatën? Po shiko, opozita gjykoj unë ka bërë një fushatë klasike ose tradicionale, ta themi kështu. Një fushatë e bazuar te programi, te shpjegimi i programit, ngjan pak a shumë si fushata e vitit 2005, me të njëjtat propozime, me të njëjtat program, me të njëjtat filozofi ekonomike. Dhe është, po thuash, si thuash, i propozohet ose i ofrohet publikut shqiptar me të njëjtën gjë në aspektin ekonomik, në aspektin e komunikimit
duket një fushat serioze,